Besnik Bisha, profesioni bazë, regjizor, një karrierë e filluar me hapat e para që në vitin 1981 si asistent, pastaj në vitet 90 u bëra regjizor, kalova për disa kohë pedagog, por profesioni bazë imi është regjizor. Konkurroj në festival me filmin Vera pa kthim ose I Nejn, se ka 2 titull, sipas një romani të Besnik Mustafait, po me të njëjtin titull, që flet për historinë e një vajze e cila pret të dashurin e vet me një kohë shumë të gjatë, pa limit, të cilin gjatë luftës dytë botërore e kishin marrë forcat gjermane dhe ai nuk u kthye më kurrë. Koka në errësirë nuk mund të jetë kurrë. Ke premtuar që do të më plotësosh çdo dëshirë. Do martohem. Këta siguri ka martuar me zot. Këtu ka rregulla edhe unë dua t'i zbatoni. Sa bukur e flit ke gjuhën e zërave. Në je gjallë. Të veçoshtja është pak e vështirë, po mund të them që është pjesëmarrja mbase ime e parë në një festival me filmin Zemra e Nënës, filmi I cili për herë të parë unë shkova dhe në një festival të huaj, se s'kisha provuar, ka qenë filmi që më ka hapur shumë hapësira në të gjithë, për flas në tregun e kinemas, filmi I cili u vlerësuar me çmim në festivalin e Salernos, por një film që më ka surprizuar ka qenë Mao Zedongi, që kam marrë në festivalin e kategorisë A, në Mos, kam qenë në konkurim, edhe jo në Panoram, dhe atje kam qenë në nomination, më thënë në 3 filmat e fundit, jam kënaqur shumë pafund, befasi e madhe. Pastaj kam marrë pjesë në shumë festivale të tjera, në filmet e mi kanë qarkulluar, mbase jo me këtë bujën e ditur nga publiku, por të gjithë filmat e mi kanë shkuar në festivalet kategorive të mira, B, A. Që ka humbur, ka humbur. Edhe që ka fituar, ka fituar. Por mua ka humbur atë trashëgimi që na lanë paraardhësit tanë, që krijuan një gjuhë kinemaje të veçantë, po flas, një gjuhë e gëshëtuar ndërmjet elitave të kinemas, ruse, neorealizmi, çek, duke qenë studentë të cilët kanë studiuar jashtë, sollën dhe frymat e tyre këtu. Kjo gjë po largohet, gjetni edhe më tepër sot po shkon një drejt një kinemaje shumë komerciale, e cila ka marrë edhe tematika të cilat nuk janë shumë problematike për ne, por janë shumë, ose kanë qenë, se tash po bien edhe ato në vlerat e tyre, interesante për të huaj, por ne nuk duhet prodhojmë një kinema për të huaj, për festivale, po duhet prodhojmë një kinema për veten tonë, përderisa ne paguhemi me, domethënë buxheti është I shtetit. Është një investim që I bëhet për shoqërinë tonë, jo për një kinema të huaj. Sigurisht, nuk ka një gjë të ndarë në mënyrë të thikët, por besoj që duhet të tërheqim më tepër vëmendjen në bordet të bëjë një kinema shqiptare, që t'i shërbej edhe interesave dhe të shijojë publiku shqiptar. Po ka fituar një ritëm, mbase ka fituar një modernizim, një këndvështrim të ndryshëm nga kinemaja klasike. Është e pamundur, nuk po them që nuk dua ta zhvlerësoj këtë kinema që u bë, po flas të paktën po të isha unë kryetar do jepsha peshë më tepër një kinemaje që është më afër publikut shqiptar me interesave të tyre. Kinemaja e viteve 70 për mua është kinemaja më e mirë që kemi prodhuar në total, në raport ç'është prodhuar dhe çfarë ka mbetur. Se filma janë xhiruar dhe rreth nga 300 filma tani, se mos e di shifrën e saktë, por e vërteta është që nga 300 shumë pak kanë mbetur, Firo ka qenë e madhe sepse ne prodhonim, Kino Studio ka prodhuar 14 filma në vit dhe nga këto 14, 2-3 ishin filma të cilët janë të qëndrueshëm, pastaj të janë përplotësuar edhe në kinema, edhe në televizion që shfaqet, po të shifeni, dallohen filmat e mirë me filmat të cilët kanë qenë filma për të plotësuar planin. Ndërkohë, filmat e viteve 70, sipas meje, janë filma që kanë vlera,
kanë filmat vërtet, kanë edhe portrete regjizorësh brenda në kuptimin. Dallohet që ky është filmi i Anagnosit, ky është i filmi i Ilkanit, ky është filmi i Gjikës. Dallohet nga mënyra, nga një stili që përdorin, edhe nga shkolla që kanë ardhur. Pastaj në vitet 80 kjo gjë më unifikua shumë më tepër. Më ka frymëzuar dhe e respektoj shumë kineman e viteve 70. Jo, nuk është shkris paraje. Në qoftë se sot ne jemi të detyruar që të bëjmë një bashkim buxhetesh me të huaj, të cilët duhet hyjnë kinemat, se s'bën. Kjo të bën që ti të mendosh për filmin që po bën, edhe a e do partneri, a është interesuar për këtë. Pra, del nga një realiteti ymë, por të përshtatëm me një realitet që ata duhet ta pëlqejnë. Mendoj që kjo është një anë negative që e ka prishur kineman dhe i ka bërë më keq se çka qenë në kornizimi politik që kemi pas në vite. Ky është kornizim ekonomik. Je i detyruar që të bësh diçka sepse po nuk e bëre këtë, nuk merr para atje. Pra, po nuk bëre një film i cili në përgjithësi flet për anët negative të shoqërisë shqiptare, qoftë burneshat apo hakmarrja, apo ku diun gjëra të kësaj natyre që i kanë qenë me bollik në kineman ton, nuk je interesant për ata të huaj. Sepse ata hynë për komerc, totalisht. E kjo gjë e ka prishur kineman sipas me, domethënë e ka bërë në vështirësi, po të them. Kjo është arsye, nuk është fakti që nuk ka skenarist. Po, më skenaristi bëhet. Edhe më përpara s'ka pas skenarist, por regjizori kërkonte skenarin tek një autor që kishte bërë një roman, por ky skenar që bëhet i tillë nuk është interesant për pas një bashkëprodhim me një kompani të huaj që është gati, por është domosdoshme se prodhon dot filmin dot ndryshe. Nuk konkuron dot sot në Euroimazhe, në gjitha këto, po s'pate një bashkëprodhues. Dhe ky bashkëprodhuesi ka kushtet e veta të cilit i interesojnë atje, për të bërë interesant atje. Kam përshtypjen se edhe në kushtet e sotme jemi në kineman limonat, nuk i shkojmë deri në fund problemit. Për shembull, gjithë kritika e kinemas viteve 80 ka qenë drejtorët shumë rrallë në një zëvendës ministër i Vockët dhe nuk shkoi lart atje ku është problemi. Edhe kinemaja sot këtë të met ka. E gric problemin, por nuk e çon në kufit për të kuptuar plagën që kemi. Këtë përshtypje kam ngel nga salla e kinemas, i pa ngopur tamam. Kemi shumë më tepër, si thua, plag se sa grici në shoqëri. Ne merremi me gricit, akoma kinemaja merret me gricit. Gjithçka është normale që të shkëmbejmë, se është kinema e gjysmës kombit. Nuk jam kundër, për plas për bashkëprodhimin me Kosovën, nuk jam kundër kur. As me një pjesë e Maqedonisë, nuk jam kundër kësaj. Por kam vendosur dëshirën dhe mundësinë e tyre mbi tonën. Ne kemi një lloj vasaliteti në kuptimin e produksioneve që prodhojmë. Sipas meje, më duket që ata janë më kokë fort në bashkëprodhimet e ndërhyrjes së producentëve tanë, që duam edhe këtë, duam edhe atë, se sa jemi ne për ata. Mund ta kemi edhe gabim. Mund ta kemi edhe gabim. Por kam vënë re që problemin nuk e gricin, po shkojnë në plag. Nuk mund të them që ekziston identitet. Them që kemi një trashëgimi të një identiteti, të një kinemaje, e cila kishte mjaft identitet. Gjetja paras. Të merr. Domethënë, kushtëzimi që i kemi për prodhimin e një filmi është dominant. Domethënë, detyrohesh të bësh shumë tolerant për shumë gjëra për mungesën e paras. Duhet të luftojmë që të paktën në festivalet mos të bëhen herë 15 vjet. Nuk ka një arsye dhe besoj që do ishte mirë që të bëhet festivalet jenë të ligjëruara dhe jo në dëshirën e një kryetari të qendrës që ta bëj, vjen tjetri se bën.
Festivalet janë të mira sepse edhe ballafaqohen punët, edhe shohim njëri tjetrin, po dhe publiku, fundit ka një arsye për të ardhur film, për të parë filma shqiptar. Se një nga metat e mëdha është distribucioni në Shqipëri, që është shumë i vështirë. Filmi shqiptar, edhe kur vendoset, që është një javë, gjë të tillë, vetëm 2-3 herë bëhet në shfaqjet normale, në orët më të mira, pastaj bëhet në orët që shkon njëri, që njerëzit janë punë apo janë në shkollë, kështu që ai thotë po e kam shfaq X herë, sa kemi rënë dakord, po kur e shfaq? Sepse ai ka biznesin e vet, një kuptim. Të gjitha kinemat kanë kontratat me kompanitë e huaj të cilat sjellin filmat e tyre. Dhe ato kanë detyrime ndaj atyre, sepse ato e mbajnë kineman hapur, se mban filmi shqiptar kineman hapur. Se ka parë. Minimumi nuk e ka parë. Filmi më shumë është parë se ka pas një kontratë me një kompani, është në fakt një kontratë me një kompani me Summer Hills Film, e cila e ka marrë përsipër 100% distribucionin e filmit. Fati keq ishte se filmi doli në vitin e Covidit dhe nuk pat mundësi të shkojnë në festivale edhe në kinema, por filmi ka qarkulluar dhe qarkullon akoma është në Amazon Prime edhe në disa nga këto IPTV-të që janë në qarkullim. Kjo është pastaj çështje shihesh. Unë kam prodhuar një film, po flas me gjuhën e kinemasë së viteve 60 dhe neorealizmit, një film që po flas në shpirtin tim, base kam pasur dëshirë të ngjall një diçka që po hiqet, po largohen gjithnjë më tepër kinemaja shqiptare. Shiko, nuk ka arsye regjizori, ka ngacmime të brendshme të cilat nuk i shpjegon dot një kuptim. Pse? Më pëlqente ta bëja dhe e bëra. Fatmirësisht e bëra. Kjo është. Besoj që është një film që do pëlqejet, përderisa të huaj dhe kanë pëlqyer, pse jo.